Të folurit e mirë të cilën Zoti e ka treguar në Kur'an ka thënë Bismillahirrahmanirrahim, Inna sanulki alayka qawlan thaqila. Ne do të forcojmë ty me një fjalë të fortë, fjala e fortë, fjala e mirë, fjalë e cila dhe vetë pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhis salatu wassalam ka thënë, kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Pra të folurit e mirë është një margaritar. Të folurit e mirë është sikur një mjek i cili shëron, i cili jep të gjitha llojet e konsultave ose këshillave dhe të dhënave të cilat i shërbejnë njeriu që për të pasur ai një jetë më të mirë, për të pasur ai një jetë më të dobishme dhe më të suksesshme në jetën e tij të përditshme. Prandaj, kjo është esenca që Rahmani, mëshiruesi, mëshira e tij është shumë e madhe. Prandaj Rahmani na fton që të jemi më bamirës, të jemi më të dashur dhe më të afërt me njëri tjetrin. Si thot Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, pra me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, Inna rahmetallahi qarib minal muhsinin. Rahmeti i Zotit është afër bamirësve. Bamirësi është fjala e mirë. Bamirësi është vepra e mirë. Bamirësi është largimi një pengese nga rruga. Bamirësi është respektimi i prindërve. Bamirësi është të qenë qytetar i mirë nën kupolën qiellore. Bamirësi është largimi i një therre nga rruga. Bamirësi është afërsia mes njerëzve, respekti reciprok. Bamirësi është lutja për të tjerët. Bamirësi është dhënia e ideve progresive. Bamirësi është mbjellja e një peme. Bamirësi është mbjellja e një lulje. Bamirësi është shkrimi i një libri. Bamirësi është shkrimi i librave. Bamirësi është të vepruarit, të menduarit, të artikuluarit e fjalëve të mira dhe të veprimi fjalëve me fjalë të mira, konform me teorinë dhe praktikë. Normal, përputhja e teorisë me praktikë. Prandaj begatitë e Allahut janë të shumta, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dhe pra begatitë e Allahut janë edhe të shqiptuarit me anë të gjuhës apo me anë të komunikimit me njerëzit. Unë ju falenderoj për pak momente që ishim së bashku këtu në këtë ambient në cilin Zoti e ka begatuar me ujëra, me pemë, me lule, me gjëra të bukura, dhe do takohemi në ligjëratën e radhës së bashku, duke ju përshëndetur me përshëndetjen më të mirë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ju falenderoj.